أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, për i tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që na mundsoi përsëri që të bëhemi në këtë mezhlis të xhairit e të bekum. Falenderojmë shoqatën Elita që kujdeset dhe mundohet që këtë xhair të organizon, ta zbaton, dhe këto vëllezër do të thotë këto xhamatli në formë të ndërgjegjshme t'i lajmëron dhe t'ua tregon aktivitetet dhe punë të cilat padyshim se janë në dobi të juve dhe të muslimanëve në përgjithësi. Tema dhe ligjërata e kësaj mbrëmje është shkaqet e fitores. Subhanallah, ashtu caktim i Zotit ishte që kjo ligjërat të mos mbahet në javën e kalume, por shkaku i mos mbajtjes së kësaj ligjërate në javën e kalume shkaktoi një problem tjetër që unë me orar isha tjetërkun me ligjërat. Por doshti Allahun që kjo ligjërat mos mbahet javën e kalume, të mbahet këtë javë me temën shkaqet e fitores. Me temën shkaqet e fitores, Allahu Azza wa Jalla më së miri i ka rënit dhe i ka qenis caktimet dhe padyshim se kjo ka qenë më xhair për mua sparer pastaj edhe për gjithë juve. Kulusim Allahun të na bereqet dhe sinqeritet në punë dhe fjalët të cilat i bëjmë. Të shkaqet e fitores dhe forcës përmendmi disa segmente ku më shumë do të përqendrohem në shembuj konkret që t'ja bëjmë dije çdo muslimanit rolin dhe peshën që e ka kudo që është ai. Rolin dhe peshën që e ka një musliman në ndikimin e tij pozitiv apo negativ, qoftë në nivel lokal apo në atë global, qoftë në distanca të shkurta apo të larta, themi që muslimanët duhet ta ketë parasysh se është një faktor kyç dhe tejet i rëndësishëm kudo që gjendet ai. Por ajo që është më rëndësi se muslimanët her pas here nuk dinë me vlerësu vetveten, nuk dinë me vlerësu pozitën, nuk dinë me vlerësu imanin që e kanë në zemrat e tyre. Na muslimanët her pas herë me një dua, me një pikë lot, vallahi kena mundësi me ndryshu jo një shtet, një dunjo me lejnë Allahut Azza wa Jalla. Sepse një dua e banë Allahu kabul, një pikë loti cili bjen me një tepim me sinqeritet. Vallahi thume vallahi, nëse Allahu ja ban kabul qatë lutje qati, kush e ndalat me thonë kun në feje kun, bëmë edhe të bëhet. Qatë që e ka kërkua i musliman, a i rob i thjesht, po tham a i varfër, a i cili ndoshta në syrin e njerëzve zlen asgjë. Faktor të cilët janë ndihmojnë muslimant është, siç thot Allahu subhanahu wa taala, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Thot Allahu azza wa jalla në surën Az-Zukhruf, ajetin 44, i thot o Muhammed, këto që po a themi ajetet kuranore dhe shpallët që të vjen ti konkretisht, është për kujtim për ti dhe për popullin tënd. Me ta përkujtu, thonë komentatorët e Kur'anit dhe Sejt Kutbi rahmetullah alej, ka një koment shumë të hatashëm në këtë ajet kuranor. E ka një koment shumë të hatashëm që e ndërlidh fort me këtë ajet kuranor. Thot kjo është për kujtim për ti, o Muhammed, dhe o ti ummeti Muhammedit, dhe thot o ti musliman kudo që je, i madh e i vogël, i varfër e i pasër, me post e pa post, se ti je njeri i zgjedhur, ti je me fe të zgjedhur,
ti je me logjikim të zgjedhur, të veçantë. Kjo është për kujtim për ti që çka? Që ti të fillosh ta respektosh veten dhe pozitën kudo që je. E pastaj Allahu çka? Si pasojë e zbatimit të këtij ligji hyjnor, kur ti do të fillosh ta respektosh veten dhe ta ndish pozitën dhe rolin që dush ta lush në nivele lokale apo globale, Allahu çka? Me zbrit ndihmën në duart e tua. Këtë kina me dëshmu me shumë shembuj. Për këtë shkak se i Kutbi rahmetullahi alej, diku një faqe e gjys, format A4, i përmend të tije i veçantë çka të folmen, të ecmen, të veshme. Këtë një ka një i përmend. E dikur gjatë leximit tash, çka ka nevojë me hi kaq detaje që ai mi tregu? Se ti i veçantë në këtë, i veçantë këtë, pse? Ka pas mundësi e me thonë, ti i veçantë gjithçka me një laf. Jo, e përmendaj më vonë. Thot këto po i përmendin detaje. Për me tregu se pas zbatimin e këtyre detajeve dhe pa miratimin e këtyre detajeve ti në vetvete, asnjëherë të tjerët s'kan me ti miratu. S'kan me ti pranu dhe s'kan me të bo dhe s'kan me ta mundësu që t'jesh faktor në lojat globale. S'kan me ta mundësu. Shishoni se në historinë e islame dhe tek muslimanët ka shumë musliman, ka shumë të mençëm, ka shumë të aftë, ama pak prej tyre din dhe kanë ditë me vlerësu vetveten dhe kanë ditë çka më bot vetëdijshëm se këta janë ata të veçantit, që janë të veçantë në çdo send dhe që kanë aftësi dhe të specifike që a mundsojnë çka fitoren dhe forcën. Wa sawfa tusalun, thot Allahu azza wa jall. Këtë që po i tham, nuk është si dush ban e si dush mos e ban. Ja, Allahu azza wa jall i thot wa sawfa tusalun. Thot dhe ka marrë dita ka më ju vetë Allahu. Se jo, a ditët me respektu veten. Nëse ti si musliman s'din me respektu veten, mos prit se jo musliman ti kanë me të vlerësu, kanë me të respektu apo kanë me të faktorizu. Nëse na muslimant njëri tjetrin s'fillojmë me respektu dhe faktorizu, mos prit se të tjerit çka kanë me na e dhonë këtë shans dhe këtë mundësi. Por se muslimani është i tillë që mundohet çka me ngris parjer veten, jo me kibër. Hasha wa kella, se kam qëllimin të kibri, e kam qëllimin tek shfrytëzimi i potencialit pozitiv që Allahu na e ka dhënë. Apo po them kështu, antitrupat që i kemi kundrejt mbrojtjes së armiqve të Allahut azza wa jall, armiqve të Zotit. Për këtë shkak, shumë prej dietarëve të mëdhej kanë thonë, ta'allamtu sharra la li sharrihi, walakin ittiqa'an minhu. Allahu azza wa jall ka disa muslimanëve u ka dhënë një specifik dhe një aftësi, ato janë antivirusi. Allahu va ka dhënë këtë aftësi që ata me qenë antivirus. Çka thonë ulemaja? E kemi mësu sherin, jo pse e dojna sherin, por e kemi mësu sherin për të mbrojt prej sherit. E na her paseri përfitojmë nga musliman vëllezërit e tonë, të cilët çka i marrin erë prej së largit sherit. Dhe na tregojnë, kjo është sikur antivirusi për kompjuterin. Nuk ka mundësi një internet, një kompjuteri kyç në internet me mbjetu pa antivirus. Shkatrohet për një mazdarke. Edhe një ummet, një shoqëri, një xhamat, një organizim i mirëfillt me qëllime të mira të pasur, nuk ka mundësi me ekzistu çka pa njerëz të cilët e mbrojnë xhamatin nga të këqijat, e mbrojnë musliman nga të këqijat, dhe atim va bëjnë me dije paraprakisht për të këqijat dhe sheri që vjen apo ju kanosët. Gjithë muslimanët janë të vlefshëm. Të gjithë kanë role kyçe dhe mbushin zbrastirën e njëri tjetrit, shoqërinë dhe në mozaikin e Islamit. Islami është mozaik. A i keni pa mozaiki? Është fotografie e madhe e përbërë çka? Nga pjesëza shumë të vogla.
Ama çka nëse shkon dhe ati mozaikut ja hjek një pjesë shumë të vogël, ai shëmtohet dhe se ka peshën dhe vlerën që e ka pas. Na musliman ndonjëherë duke dash mu duk vet e dëmtojmë imazhin ton. E dëmtojmë vetveten dhe i bëjmë dëm vetvetes. Allahu Azza wa Jall e përmend një shembull në Kur'an, shembull që ka të bëjë me një njeri i cili njeri çka është i ndihmuar me shpallje me Kur'an ama qortohet prej Zotit. Shoku se bën një gabim. Ka të bëjë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Surat Abasa. Thot Allahu Azza wa Jall, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot u vran. Abes do më thonë me bo ftyrën buzëhun mi bo bashkë kur them të na. Që kësoj thënë Abesa? Mu vran, me këshi shtremt dikan. Vetat mi zbrit dërit e bust. An ja'ahu al-a'ma. Pse i erdh? Ai i kush? Abdullah ibn Mektumi, i cili ishte pasi. Pejgamberi sa sërë ma kon të i bo davet Paris me kase. Të cët ishin një musliman, mushrik. U mirë ke me ta. U mundoj ke me vashpjegu islamin, e fejnë, me të bute, me të mirë. E ndërko vjen një njeri i verber, i varfër, jo me ndonjë një rol të madh në shoqëri, dhe i parashtron pyetje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qenë i kthim ka të pasurit, ka njerëzit me poste, ai me vetën mendoj se kjo është i pengushtash. Mendoj se ki nuk është i vlefshëm, e këta në më të rëndësishëm. Mendoj se këta nëse e pranojnë islamin, u sas më kry puna islamit dhe muslimanëve. E dhe u këthi Abdullah ibn Mektumit e këshiri me të shtremt, dhe vrant, dhe i abuni me dije se une jam të i bo davesh të ashtin vetë mdojve, s'kam vakt me ti. E Allahu Azza wa Jalla e qorten bishtat ka qe. I tha, wama yudrike la'allahu yazakka. Tha, prej nga e din ti se kë nuk ka me pranu islame dhe nuk ka me përqafu hake. Ashtu dhe ndodhe Abdullah ibn Mektumi pranoi islamin dhe u bë musliman i dallum, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu e detyroi që me shku në shtëpinë Abdullah ibn Mektumit dhe të kërkojë falje. Kurse Ebu Gjehli, Ebu Lehebi vdiqën si qufar si jo musliman. Te shoqëria islame tek muslimant, si cili është i rëndësishëm dhe si cili mbush dhe përmbush zbrastirin e njëri tjetërit. Dhe na as kënd nuk ban dhe nuk guzojmë ta çfaktorizojmë. Përderisa është musliman, ka brenga për islamin dhe musliman, qofta edhe më i voglin mesin ton, na mundohemi që edhe atë më të voglin, më të riun ta mësojmë që ai së paku me lutjet e tia, çka të na ndihmojnë rrugën dhe misionin që e kemi përzgjedhur. Sepse kështu ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu është ligji hynor, i cili ligj hynor garanton sukses dhe ngadhnim dhe fitore vetëm nëse na i përmbahemi këtyre ligjeve që besimtarët i kanë si shembuj të përmendura në Kur'an. Për këtë shkak edhe Abdullah ibn Mektumi ishte edhe njëri nga shahidat e sahabëve i cili vdiq si shahid në shumë betejë. Na muslimat nuk i shohim për formë. Na muslimat nuk i privilegjojmë se dikush dimi ndresh llafat pak më mirë, apo pse vishet pak më heshëm, apo pse është i bukur. Na musliman mundohemi mi trajtu shkaku i imanit dhe përgjithësisht së bartin në zemrat e tyre. Sepse nëse na e bëjmë një gjë të tillë, Allahu Azza wa Jalla thotë se munafiqët janë më të bukur. Përmend se munafiqët kanë pas bukuri,
kanë pas për kujdes të veçantë për pamjen e jashtme, ama mbrëndësia ka qenë e kalbër fatkeqësisht. Përmendmi këtu rastin e Gjulejbibit radiallahu anhu. Përmendmi rastin e Gjulejbibit radiallahu anhu, se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam faktorizon një person i cili nuk ka asnjë farpeshe në shoqërinë e muslimanëve. Gjulejbibi radiallahu anhu është njeri sahabi i cili nuk kishte familje, i cili ishte shumë i varfër, i cili jetonte me ndihmën e sahabëve, i cili të se Gjulejbib një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta faktorizuar i tha o Gjulejbib, a do në mu martu? Të dhe beqarë, thot ja. Tha poja Resulullah, du mu martu? Tha këshu marton, tha mu. Kjo fatkeqësisht është te na, te muslimant. Tha ku shumë marton, tha mu, unë jam njeri pa nesep, pa ndë një familje prej ardhe që ma din namin njerëzit. Tha jam pa pasuri, po edhe shpitha s'kam bile. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha shko të këfilan në familja dhe tregohu për martesë. Sikur me i thonë, s'po du me përmend, dhe një familje përmend një jo, që është ma i pasra këtu, ma me nam. Familje e pasër, me nam, edhe ti e qonë një djallë me harne, i thotë ogja shko filonit, të ta jape qika. Të shtibje këtë e punë. Që një pejgamberi asëm si faktorizon njerëzit, edhe ka me tregu ma vonë se çfarë ban Gjulejbibi radiallahu anhu. Kur shkon Gjulejbibi të roket në derin e atymve, dalin ata, kur e shofin, na që i thejna partalke. I thonë, harolla, thot ka që pejgamberi sa sërën për martes. Thonë, sos punaj. A që ka dull të dera, mendoj se ka ardhë me alip qikën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo, tha, pejgamberi më ka që me të alip qikën për mu. Tha, s'pat naj qete përveç tia. Këshini sahabt, thot ka dale, pret pak, shkona e vetë grum. Si vetëmi vetëm na gratë, edhe sahabti kam vetë gratë. Sa marë, vëzni, një vetëmi. Shkon, thot ta vez grun. Përmendet në hadith, kjo me qëllime përmendet. Thot ta vez grun. E pyet grun e vetë. Gruja vetë thot, as pat naj qetër, bas qatë partallin gjithë me naj quaja. Për gjithë njerëzve këto, bas kështo në hadith përmendet. Për gjithë njerëzve këto në Medinë qana, këtë gjithë me naj qua. A më ndërhin kush? Vajza e devotshme. Thot, e të rëddune emra Rasulillah, se ta këtheni prap gjevapin kërkesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ju tha, sa i të këthi prap kërkesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka urdhnu, ju ka qu selam, që ju me më dhonë për ketë, kush jeni ju tha me ndalë ketë kërkesë. Edhe e martoj prindi asaj vajzës, i adha bijen Gjulejbibit, më njerë janë dreqen një shpi, do mazet së bo, ata janë dreqen një shpi të tërkont, edhe u përkujdesën për Gjulejbibin radiallahu anhu. Derisa ai çka i dul krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një fush betej që ishte hatashme, ku Gjulejbibin radiallahu anhu e gjetën të vram e të myt midis 7 jo muslimanëve. I kishte vrarë të shtatet, edhe të shtatet për një herë ashtu të plagost janë vërsul Gjulejbibit dhe i kanë myt. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Qatelehum fe qateluhu, sa i vrajti këta e këta e vrajten. Gjulejbibi radiallahu anhu dhe tha, ene minhu huwa minni, sa unë jam i ati e ajo është i jemi. E mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që s'kishte kur kush kush e lip Gjulejbibin. I pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë ku është ki kur kush të kese Gjulejbibin nuk është. I thëshin filoni ka vdek filoni, derisa tha sa Gjulejbibin jam të lip. E veçoj Gjulejbibin radiallahu anhu. Për me tregu se edhe pse ki ka qeni varfër, edhe pse ki s'ka familje, ama është person që i ka dal krah islamit me çdo sen që posedon. E kapin krahorën e tij edhe e vorosi me durë të ndershme të tia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Përmendmi se besimtari i riu çka armatoset me dituri. Armatoset me dituri. Me ilë me shkenc. Pa e këshirë rrethonat dhe realitetet që i ka. Çdo kush mirët me problematikën dhe përgjithësinë që e ka marrë mbi supa. O shumë gabim që krejt muslimanët na mu marë me politikën globale që ndodh. Edhe 24 orë me ndet mbi lajme. Edhe çka kontributi jon me qenë çka me qenë zëdhënës i mediave botërore. Një student këtë zguzon me bo. Një student këtë haram e ka me bo, me plot përgjithësi ju tham. Haram e ka me bo këtë një student. Sepse studenti e ka obligimin çka? Nëse ka shku të mëson pedagogji, a i duhet na del një pedagog me 10 që mas 4 viteve. Ta kemi kuadër të shëndosh që ta bëjmë magjistër mas 2 viteve. Që mas 2 viteve tjera ta bëjmë doktor. E atë kur ta bëjmë doktor, ati imponon seminaret, e takimet, e lajmet, e miret me punë më të mëdha globale. Ama me shku studentin që të cilin e kemi qumë, mu bo mjek, e tu marë me lajmet globale për diqme, na del kundragjin në fund, se na ti s'ta bëjmë kur halal. Kur s'ta bëjmë halal? Se të kemi qumë mu bo mjek, të kemi qumë mu bo pedagog, filozof, atë ketë na dojmë prej teje, na këthesh kuadri me fillë. Kjo ti mu marë me gjendin aktuale, e cila është politik e përdiqme që ndryshon në redakik, e ti shkaku i kësaj, ti humbish ambicet dhe qëllimin që ki marrë mbi supat e tuja. Për këto punë mirët kryetari, mirët përgjithësi, mirët maj madhi, ka kush e ban këtë gajle. Ti në këto punë dëgjoj më të madhin, ai si tot çaneti luj, ai ka të akcen muzikën ti çane luj. Përmendni këto Sulejmanin me ata Sulejmani ka qenë khalife e muslimanëve, kurse ata Ibn Rabah, Ibn Ebi Rabah përmendet, ka qenë dietar i madh në Mekke. Shishoni, një ditë prej ditëve, Sulejmani, kryetari i shtetit të muslimanëve, çfarë ndodh? Ka cafitet me djemtë e vet në haxh në Mekke, sepse ata ka qenë dietar i cili është veçuar në çështjet e haxhit. Ki ka qenë në haxh me djalin e vet, edhe çka se janë marrë për një mesele, se janë marrë vesh. Kështu çka ndodh. Ata ka qenë robi Abesinis, i varfër, thuhet që kryt e ka pas sikurse rushitha, dvogël një kaçore kryt. I zi ka qenë korp katran. Ka qenë rob i varfër, kur Sulejmani e ka pa, është habit, ka thonë, kjo është ai që i ka mri zoni atje larg, thonë, kjo është, kjo është. Habitet kryetari i muslimanëve, i ka mri zoni te kryetari, nuk e njeh. Kur ka cafitet me djemt e vet për meselen, çka bën? Thotë kollaj kina ata dietare. Mekja ka qenë nën sundimin e këtij. Njerëzit te ky hoxh me të madh dhe pritin në rend që me pyet fetva dhe mesele, edhe vjen tash kryetari i shtetit, ja nis mi largu njerëzit se ka pyetje ky burr i madh. Ata rahmetullah alej, thot o Sulejman, nuk i thot o khalife. O Sulejman, thot im siksir arabisht, i thënë rria gje prit renat i mas. Thot ti prit renat gje mas. Edhe ai nalët atje mas, e pret renin, ja parashron pyetjen, ja e përgjigjen, edhe ki ndalët i thot djemve vet. Thot o djem, Allahu Azza wa Jall me dituri, kjo është fjale e Sulejmanit, kryetarit të muslimanëve të atij zamani. Thot o djem, Allahu me dituri e me punë i ngrit njerëzit, edhe qofshin ata robër të zi, korp, e të lantë mazdore, i ngrit dhe i ban më të mdhej se prisit e shtetit. E thot Allahu i nënçmon njerëzit me mëkatet dhe gjunat dhe gabimet që i bajnë, qofshin ata kryetar të shtetit. Va ban me disë është tash, neve në nënçmoj Zoti para këtij. Thot vallahi, tha o vlat, djemve vet, o musliman, tha,
kur njëtën teme se kam di vetën më të nënçmuar. Asnjëherë se kam di vetën më të nënçmuar. Kur na të kemi kuadra të mirëfillta, të përgatituna, të cilët i dalin Zot punës së vet pa hamendje, në mënyrë profesionale, vallahi fitore vjen shumë shpejt. Dhe Allahu të ngrit më shumë sa që ka ngrit një të pasur, një prijes, një pushtetar dhe kështu me radhë. Ama kur ti ta respektojsh postin dhe punën që i ke marrë, apet aty kthehemi. Respektoj postin dhe punën që i ke marrë. Kryje me ndërgjegje, mos këshirë me ndërhi kryetarit, mos këshirë me ndërhi sekretarit, mos këshirë me ndërhi politikanit. Ti ke marrë një vit, dilin qash deri në fund asaj vije. E kur ta mbarojsh me përgjithësi dhe me sukses, eja dhe raporta dhe krenohu për punën që ke bon, e atëherë merr mbi supat e tua përgjithësia më të mëdha. O vëllezër, këto janë realitete dhe fakte që i dëshmon historia. Dhe rastësisht këtë po e përmendmi me ndodhi dhe të vërteta të cilat kanë ndodhur në historinë e muslimanëve. Vllavi i Hishamit, vllavi i Sulejmanit, këtu e kemi për qëllim mos u korrupta. Këto mesazhe është mos u korrupta. Vllavi i Sulejmanit, vllavi i mbretit, zavendës pushtetarë, zavendës kryetari i shtetit, vjen në haç. Dhe takohet gjatë tavafit me Salimin, që akon një detari i madh. Kur e sheh Salimin gëzohet shumë, e përqafon, sepse Salimi ka qenë dietar dhe ka qenë bajki njëri i devotshëm. Duke qenë në Qabe, duke bo tavaf, kësheni. I thot, o Shek Salim, a ki nevoj thot për diçka? Thot, unë jam vllavi i Sulejmanit, kryetarit shtetit. Thot te pronari i kësaj shtëpies, se çto çabëm, e ka përqen do të na forcit pronarit kësaj shtëpies, ka me të lipë unë ti diçka për dunjo, hec mare tha baje për këto. Bashkë qështo. Kur e mbaroj të avafin, e takoj jashtë të qabës, e kuptoj, dhe kia buni me dije, se unë nëse du me lip diçka, ja lipi pronarit kësaj shtëpies, që ku jam, që ku i kam. Shumë afëri, ja buni me dije se unë nëse lipi diçka kërkoj prej Allahut, jo prej teje. Po ki se mur vesh mesazhin. Mendoj se vetëm nga qabës kis po lip ka, vetëm duke qenë një ram e në tavaf. Kur du lash ta më falë tha për qatë që ndodhi, tha unë e gabova. Qënë ishte zavendës kryetari i shtetit. Tha gabova, zdash, ta ki njëri i modest, i varfër. Tha një me kam, ma di si të kesh nevoj, diçka tha kalza. O ti tha. Unë i tha sa vjeti ku mbo. Më ka arë mare Allahut mi lip diçka për dunjo. E tha bishti tant ka mi lip. Hec ta mërthe për këto, mos të të shama kur. Shqyqeni qëndrimin, vendoshmërin në atë, se me kanë ndërtu lidhje komunikimi dhe qëfar bindje ka në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk ka liu që dikush ta korrupton me hedije, as me pretekst të ndihmës, e as me përkraje të punës që e ka, por se raportin e kisht direkt me Allahun subhanahu wa ta'ala. Omeri radhiyallahu anhu, na jemi musliman, që Allahu na ka ngrit me fej, dhe na mundohemi më ngrit vetëm me fej. Përmend me rastin këto e Omerit radhiyallahu anhu kur erdh për ta çliru Beitul Maqdis, Kutsin. Kur erdh me çliru Kutsin, Omeri radhiyallahu anhu erdh me gjybe të arnost. Ta në ondë me arme. Ketë, kryetari i muslimanve ka arme i marë qelsat e Kutsit, që komandantat e muslimanve e kështë shliru ma herët ki po vike prej Medines për të pranu qelsat e Beitul Maqdis.
Omeri radhiyallahu anhu, tamam dashti me hi në kuc, i erdhë rëndi se këshim bu me rënd. Njerë Omeri radhiyallahu anhu me hi në magar, e ai robi vet, shërbetori vet me majt kërpeshin. E masanej me hi shërbetori, e Omeri radhiyallahu anhu me majt kërpeshin. Tamam tu hi ati erdhë rëndi shërbetorit me hi në magar, edhe me magar vend, dhe thot, ati. Qatë e ka pas dvetën njeri. E kush me majtë kërpeshin? Kryetari i muslimanëve. A bot kryetari sot shoferit vet? Kje e man magarin për kërpeshi me gjybe të arnume. Kër e shohin priftërit këtë fotografi, thonë, kjo është ai, kjo kana, kjo është këtu në tokë, kjo është me kërpesh në dorë, kjo është se kështu ne kanë përshkryt qitapet e tona njeriun që ka mi marë qesat e kutësit në dorë. Durim pak ma përpara komandontat e muslimanve, 4 komandonta përmenden, i tha një emirin mu'minin. Marë, tha, të ishta kryetari muslimanve, ne kina marë këtë vendin, këto shtet, do më thonë në të rritë Bejtul Maqdis, kutësin në të marë në durët e tona, këtu ka jo musliman, ka do të pasur, ka priftërit ndryshëm, s'ka hijet ishta shkryetari joni, qka me gjibe të arnas, me tesha, do në të në onë të arnasta. E tha Omeri radhiyallahu anhu, thënjën e ti historike që gjdo muslimoni, ja themi edhe sot, edhe këtë fjallë shënojni në flejta, në kokat e juaja, në mendjet e juaja, memorizone, qka do një bëjni. Gjdo erë mendoj para se me bo diqka se, si do ta bësh? Thot Omeri radhiyallahu anhu, i dhërum me tha këtë fjalë. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Wa mahma ibtaghayna al-'izzata bi ghayrihi adhallana Allah. Thot ne jemi një popull që Allahu na ka ngrit me Islam. E kur ne thot kërkojmë krenarin me diçka tjetër përpas se me Islam, Allahu na nënçmon. Kur muslimanët kërkojnë krenari me hile, me poste, kërkojnë krenari me lafe të mdhaja, e vetëm me frizurat të heshme, vallahi shumë afër është në çmimi i Allahut. Na jemi një popull, një ummet që Allah e ka ngrit dhe ka bo krenar dhe ka bo lider të gjithë ummeteve me Islam. Dhe rasisht përmenda në fillim dhe përsëri po e përmendi shumë me qëllim. Shumë me qëllim se përderisa Turqinë e udhëheqin komunistat dhe dinsëzat dhe njerëzit që nuk ja donin të mirën popullit të vet, në Turqi që është mi qaj dhe lujshmi me ta. Me 1 kilogram qaj, qka një mahal të Stambollit e gëzojshmi. Ama qëfar ndodhë shtash, kur vjen një musliman që krenohet pëso është musliman, që si vjen mare me tregu se o musliman, që si vjen mare me tregu se i djekt për vllazët e vetë musliman, qofshin ata në qështë dënjos. A i krenohet me ketë. Nuk krenohet me postin që e ka, sepse është kryetar i një shtetit në Evropë, më të madh shtet në Evropë. Mbi 70 milion i ka aje. Kjo është krenari. Që dikush, qka mos mi ardë marë, me thonë, unë jam musliman, dhe me gjlisët tia mi qenë me fjallë të Allahut Azza wa Jall. Kush do në thotë se e ka kampanjë para zgjedhore, apo e ka si e fatësi, a ka lexuar Kur'an edhe kur ka qenë kampanja dhe ashta kampanja edhe kur akon kryeministër edhe kur akon ministër edhe kur akon kështu edhe kur akon ashtu. Se na dikuni si t'ja ki qelë zemrën e ki pa njetin çka shpuna gjemrejna, mirë, ta besojna, se ki pa më shele i thënë, shuj. Nëse s'munish me bo mirë, shërë më zban. Na jemi musliman që krenohemi me Islam dhe Allahu na ngrit vetëm me fen Islam dhe Omeri radhiyallahu anhu, çfarë boni? Tha ma thilli me tha, a dostin tem Ebu Ubejden, tha. Tha thilma një Ebu Ubejden, tha, atimve komandantave të mdhej. Ko është be tha Ebu Ubejdja? Ma ben një atë dostin tem. Kur erdhe Ebu Ubejdja e qafi Omerin radhiyallahu anhu, dhe më njëra nisi me qajtë Omerin radhiyallahu anhu. Dhe i tha, o Ebu Ubejde, mina vetë, tha Allah, qa kini bo mësi vdiq për nga mirë, qa kina mi thonë, tha na.
Ebu Bejdi radiallahu anhu i tha, o khalife, hesta që ati tha me një qësh, qprazna, tha, mos të më shofi tha këta tjerë. E mur Omeri radiallahu anhu, e largoj dhe shku në shumë larg, edhe transmetohet se me qaste, qka kanë nejt bashk, dhe vetëm kanë qajtë, dytë, lartë nga sytë e njerëzve. Kështë një çfarë pyetje i tha Omeri radiallahu Ebu Bejdes, ama ku ju drejtu? Njerit që e kupton harnët, që i kupton se ki që ka ecë në kom, dhe pse ka ecë kom e shërbetori qka i hipt në kafsh, për me tregu drejtsin, për me tregu se muslimoni me qka rritet dhe me qka afrot tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E përmbyllim me rastin e Rustumit dhe sahabit Sa'd ibn Abi Waqqas, dhe me ndodhin e Sa'd ibn Abi Waqqas, shkurtimisht që të mos e zjas. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu mur për sipër çka? Që me luftu shtetin të në shtet. Shtetin Romak. A di çfarë do me thonë së të kja? Dhe një shtet që neve s'na e merë me indja se mundet dikush mu që edhe me shku me ushtri edhe me mshuat. Pa. Çka ndodhi? Sa'd ibn Abi Waqqasi radiallahu anhu e mori ushtrinë e Reniti para në vendin e fushbetejës, edhe Rustumi tha, shkoni be tha, ma bërni dhe një pak matë menqën për qatimve, të bëjmë ma betë matë. Ju tha shërbetorëve të vetë, tha zbukuroni palati, merë një rojet matë mdoja që janë, sigurimin nivel të mërni. Sa'd ibn Abi Waqqasi, edhe sepse nuk ishte khalife musliman, ish komandant aty, e thiri Ribej ibn Amir radiallahu anhu. Ribiju ka qenë njërë që se ka pas gajle për dunjo. Përmendin transmetim thot që ka pas një kalë coft, mende se ka ecë. Edhe përmendet që shtizën për me luftu që ka pas, e ka pas jotë në pretë si dut, po edhe e shremt ka konë, s'ka pas pare me blemat mirë. Do fukara, mujahid, edhe modest, edhe si ka interesu dënjohë. Thot ori ibn Amir, e thot ti këto. Thot urna o komandant, thot nesër ki me shku mu taku me Rustumin, me kryetarin e shtetit matë matë të ati zamani. Thanive, shkoj. U që sahabiju ndërshëm Ribiju radiallahu anhu, dhe i tha, ati në hyrje, para se me hi, Rustumi ju tha, thujnë e Ribijut në tim, e ndalën njërë, prit në tjape leje kryetare, thujnë e tim kihini me kalë mrejnë. Ato e këshin shtru, qka me ari, me argent, me loj dhe diamantash. Thot atë të pijen dhe thot ku me dit të lojt që s'kish pas kur Ribiju radiallahu, dikur e ndalën thanë zrip. Kur zripi, e mura qtizën e vetë të keqe të shrëmt, im shiket e pikit të ecë, kurse këtë e shkoqke. Ata gjithu habitën. I thanë ata, i tha Rustumi, tha ne tha, kimi ndëgju për imperinë Romakve, Persianve, Egjiptiasve, Hinduzve, ama tha ju Arabt, tha topt, sa ju s'kini ditë kur gjo për vetë se mi ngojt devës për mas. Jo, tha, pak ti po dishe pina. Na tha, imi konë që kemi mit njëri tjetërin. Na tha, imi konë që kemi vra njëri tjetërin. Na tha, imi konë që thmit e toni kemi mit. Na tha, imi konë ata që s'kemi ditë kur gjo. Ama tha, na me ardhin e Islamit kemi ndryshu. Edhe atëherë, ja tha thonjën historike kujt Rustumit, e cila thonja e hidhërej me të madhe Rustumin dhe ke shkak qaj për ta humb shtetin e vetë. I tha, walakin Allah ibta'athana li nukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Edhe piskati Ribiju radiallahu. Tha ne jemi një popull që Allahu na ka dërgu dhe na ka obligu që njerëzit mi nxjerr prej adhurimit të njerëzve në adhurimin e Allahut. Rustumi tha, si merë guximin në mezhlisin tem, në shpinë teme, në perandorin teme me piskat.
tha marrë guximin, e tha pëc ma ban siri. E tha atëherë, tha kime marrë dhevin që është nër kom të mija, edhe deri të shok të tu kime shku me këtë dhej, kime vaqu selamin ten. Ai mendoj se u kry puna, Ribiu radhiyallahu anhu, këshini qëfar larkë pamësi, qëfar optimizmi, o e tri, optimizmi që kjo është. 280.000 ushtar, ushtria më e madhe në historinë e deri në atij zamanet përmendet ushtria e Rustumit. 280.000 ushtari ka pas trenit. Përballë ushtrisë muslimanëve. I tha merre këtë dhevin, edhe në kry kime majt deri te komandanti jat. Kur e mor dhevin në kry, ai Rustumi u knaqe në çmova. Tha, kjo do me thonë se nesër shtetin tanë, na mbi krytet tona i kina marrë, ta dishta e hongre, shkoj shtetin. Aj me të madhe, tha, largomani këtë njeri, e mur a i dheve, e që e fugi para komve të komandantit vetë, o komandant, po të përgëzoj, se Rustumi ta ka qu dhevin e shtetit dhe mbretëris vetë, që e gëzofsh. Mas 4 ditve, Sadi radhiyallahu anhu hin dhe ullet në vendin e Rustumit. Bot pjesë e shtetit të muslimanëve. Kujini ju nga këto ambicje, kujini ju nga këto mendime, kujini ju nga këto obligime, kujini ju nga ky vetëdisim që me ditë se kush jeni dhe çka jeni. Lusë Allahun Azza wa Jall të gjithëve të na e përmirësoj gjendjen dhe halin, të na bëjë më të mirë, më të ndërgjegjshëm, më të urtë, nga ata që mësojnë më shumë, nga ata që e ruajnë sinqeritetin dhe kështu dhe në këtë formë, musliman të udhëzoj dhe të ruaj kudo që janë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah shpëlbej për durimin.